Shikoj rezultatin, kemi qenë 4, jemi 2 milion. Që të presësh ma? Ne jemi duke deshur të fillojmë një tranzicion të ri, të shkojmë nga 2 milion të zerohemi. Në qoftë se i lejmë këta edhe 20-30 vjetë, sa thonë Berisha, Rama dhe Meta, që do jemi pratë në politikë po aq vjetë, 112 vjetë ta ka vdekur gjyshim, tha ky Berisha. Po shkojnë 112, i vendi. Mërë i vendi. Edhe Rama ishte ri, edhe Meta ishte ri, po shkuan dhe 30 vjetë të tjera këta, ki vendi ishte 4 e quan 2, do që ishte 2 dhe që në 0. Dhe në 0 ka shkuar. Mirë po, thamë ne, populli shkreta este në nivel në bjetesës. Ilaver, a besoni që dora e hekur të Spakut mund të bëjë që të largoj figurat e vjetra politike dhe t'ju hap shpresë për një rotacion përmes drejtësisë? E kanë fatin më në këta i ndihmon djalli. Sa po shkonte në gradën që të Spaku të kishte fuqinë absolute mbi ta, u bën ndryshimet që u bën në Amerikë, u bën dhe Amerika si punë e Shqipërisë dhe tani Spaku është në fuqi, po nuk e ka atë valencë që kishte. Këta bashkë që shikon ti që i kanë të privilegjuarit të tyre, entourazhin e tyre, që kanë njerëzit e tyre brenda. Prandaj mbajnë, i kanë listat e mbyllura janë për të përballur me Spak. Në qoftë se nuk arrijm thon ta eliminojmë, ta zgjesim Spakun, të paktën të kemi aq forcë elektorale sa që ta paralizojmë Spakun. Kjo prandaj kanë zgjedhur ta afërmit të ty për të mbrojtur nga Spaku. E rëndësishme është ama që shikojmë me një Altin Duman që ka popularitet më të lartë se Berisha, më të lartë se Meta, më të lartë se Rama, dhe se të tre së bashku. T'ju tregoj dhe diçka në një emision të mëngjesit, që kam parë një kuriozitet para ca ditësh tek Report TV. Është një djalë, Xhaxhiu, me duke se ka emrin ai. Po intervistonte, i kishin dalë në telefon dhe tha një plak pensionist, te mos ma hiqni. Ai plaku pensionist foli, tha në qovë, atë 4% që më kanë shtuar mua pensionin, thaj, në qovë se dini që i shkon me të vërtet Spakut, nuk e dua, vetëm të shkoj Spakut, ai 4% i shtesës pensionit tim, thaj, të shkoj Spakut dhe kaq. Nuk e dua, kaq është i përkushtuar ndaj atij institucioni populli, sa që nuk ka besim të asnjëri, se s'mund të kesh besim, more. Si mund të kesh besim të PSE, të PD-ja, të LSI-ja, që i vjen lloj emri tani e kanë nxjerr PL-ja, si kështu i kanë bërë sallat ata, i rinovojnë për të mos të shfaqur si të vjetër. Që ata janë të vjetër me të vjetër, kanë vënë edhe këtu një viktim këtu, e keni parë një është bërë ky si Rasputini, ky me mjekër këtu. Ky nuk ka idenë për vete, jo të bëj edhe ky milioneri këtu, Ilirin Cilibashi. E dini ju se është ky tani. E kanë bërë këta, kanë marrë komisionin zgjedhor, kanë marrë gjitha. Kanë marrë ujnë për vete, kanë dhënë oligarkëve, kanë marrë shtetin, tokën, ujnë, detin, gjitha. Dhe ki popull tashti, populli i shkret, ajo që më dhem mua, po përsëris dhe një herë, me dhembe lita, se ki popull kaq mundësi i ka. Dilaver, si e keni parë këtë futjen e Dules në koalicionin me syrin me të keq. Para pak ditësh unë kam qenë atje dhe kam në Facebook, kam qenë të familja të Vëllaj, familja të Vëllaj të Fatmir Shehut. Është Beleri që ka vrarë Fatmir Shehun, që ka vrarë Arsen Gjinin, që ka bërë kërtinë e madhe me 10 prill 1994 atje në Peshkepi. Është ai që thot shoku i pare punës thot Efkaristo Qiri, thot Berisha në mes të Athinës. Shoku Beleri tha, zoti Beleri dhe zoti Dule, po këta nuk më bëjnë përshtypje mua, more, se këta e dim se kush është Berisha, e dim se kush është Duli, e dim se kush është Beleri, dhe se si e kanë shitur detin, si e kanë blerë, si e bëjnë Shqipërinë, lem, sheli. Ajo që më dhe mua është 2 deputetët edhe ata pjesa tjetër e partisë se Shpëtimi Drizit. Edhe me Sila Doda, edhe Shpëtimi Drizit. Me Sila Doda do jetë, edhe me Shpëtimi Drizit do jetë me Dulen dhe Belerin. Imagjino dy qemër ti që i kanë shkullur me rënjë me degë qamrin. I kanë shkullur me rënjë me degë qamrin, i kanë silë kësa janë, imagjino ata të dy ti të jenë aleata me ata që po pretendojnë ditë për ditë pavarësinë e Vorjepirit për të shkëputur tokës mëm pjesë të Shqipërisë. E imagjinoni ju se ç'bëhet. Si i kanë shkullur thash me rënjë me degë, i kanë nxjerrë këtu masakre madhe. Edhe Shpëtimi Drizi, milioneri, miliarderi me disa firma ndërtimi me djalin dhe të tjerë, se si dini ju pasurit maravendës të Shpëtimi Drizit, dhe shkojnë e bëjnë për interesin e tyre dhe kundër Shqipërisë bëjnë aleancë pikërisht me ata, me Dulen dhe me Belerin. Si të me ta shohësh me sy të mirë, si të mos tërbohesh. Prandaj dhe flenë edhe 3 orë ju thash në natë. I lexoj, i shikoj, dhem, punoj, dal dhe flas dhe këtu, aq sa mundet. Do thoni ju 20.
ka qeshtë, 20, nuk kam si ta bëj shumë zero. Dilever ka pasur disa protesta në Tragjas për ujin e pishëm. Si keni pa këto protesta? Oligarkët janë duke e thithur. Halli madh, se ja morën Tragjasin. Po këta kanë marrë Librashtin, e kanë marrë Dragobinë, e kanë marrë gjitha, ma Tragjasi është viktime e radhës. Ishte një vjosë të tërë që dolin të thithnin. Pse, unë partje kam qenë atje, thash, unë të familje Fatmi Shehut. Dhe në rrugë kam me ngjitje ai që më kishte sheqeronte me makinë, me ngjitjen e Bylis. Dhe shikoni burimin e Poqemit. E keni parë Poqemin ju, në rrugën për nga Levani për në shkuar në Tebelen. Është goxha burime dhe shkon të derdhësh në vjosë. Jo se është kesë derdhë në vjosë, po i pishëm kristal. Burimi i Poqemit i tërë shkon të derdhët në vjosë. Sepse nuk kanë arritur ujdin. Po arritën ujdin këta marrin Tragjasin, marrin Delujnë që kanë marrë në fshatin time, marrin Valbonën, marrin burimet e Librashtit që i kanë thithur të gjitha atje, i fusin në hidrocentrale, ju japin i lirosin pak, i ndirosin edhe këta të menderosurit, këta elitarët ndyrë, edhe ka gazetarët qaftrash që shikon miliarderët, këta intelektualet, këta akademikit që të thashon, këta profesorët që s'kanë asgjë me intelektin dhe intelektualet. Këta në ordinerë të gjallë, i paguajnë, që të mbyllin, e të bëjnë, si që bëjnë me gjitha këta që kanë bërë, edhe kur marrin ujnë, edhe e lenë popullin, me ujë morar, se edhe aj ujë atje, nuk i dihet për çfarë qëllimi ka përshku, se mos ka për të pas ujë në njëherë, asë një vend nuk ka ujë pa orar në Shqipëri. Si ta shohësh, ashtu i shikoj, ashtu i dëgjoj, shikoj oligarkë që nuk lenë, mos lenë këta janë bërë bashkë, klika ekonomike, do më thënë mafia ekonomike, mafia politike, mafia juridike, mafia mediatike, është mbledhur shteti në duart të dy njerëzve, të Sali Berishës dhe të Edi Ramës, që në vitin 2008, kur nuk ishin thara akoma lotët mirë nga masakra e Gërdecit. 2007 ndodhi, në mars 2007 ndodhi masakra e Gërdecit. Dhe në prill, 21 prill të vitit 2008 u bë marrëveshje Rama Berisha, privatizuan Shqipërinë dhe ne qatë presësh nga ta, do të marrin ujnë, do të marrin bukën, do të marrin vendin, të hikim dhe të shkullemi nga këtë vend, se si jemi të zotë të bëjmë asgjë, kemi edhe një elit të rënë fare, të mbaruar. A besoni se do ketë rotacion në Po, këtë zgjedhje? në qoftë se kemi rotacion, do kemi prapë tranzicion nga e para. Unë do doja që Rama të rinte në pushtet, që të mos kishte ku të shkonte me lartë Rama. Dhe Berisha të mos kishte ku vinte me poshtë, që ditë diçka e re. Po ku të presish të re? Të presish nga Beati Klapaj, e nga Endre Shabani, apo nga Rin Qorri? Dhe jo bre burri dhe. Nuk janë ere, ata kanë krijuar një model mediatik politik. S'kan lidhje me, ne kemi thënë dhe o përsërisim, njeriu duhet të jetë diplomat para se të bëhet politikan, jo të bëhet direkt gazetar. Gazetar dhe me gazetarin, me analizën merremi unë e ti, se po i the këto gjëra, pastaj kur tulesh në tavolinë atje, nuk bën dot politik. Se do të thotë more Dilaver, ose miku im, ose ti gazetar, ose tjetri. Po ti ka thënë kështu gjë. Si del sot dhe thua të kundërtën? Të kanë lexuar, je libër i lexuar dhe nuk bën më për atë punë. Kjo është. Dilaver, shumë faleminderit. Të gjithë të mira.